tjetër, populli dhe me. Nderori kryetari i Listë Demokratike të Kosovës, kryeministri i Jashtëm të Republikës së Kosovës, akademik Isa Mustafa. Të nderuar anëtarë të kryesisë qendrore të LDK-s, të nderuar kandidat për Kuvendin Komunal, veprimtar të LDK-s dhe të nderuar pjesëmarrës. Kam kënaqësinë e veçantë që sot, si kandidat për kryetar të komunës, së bashku me kandidatët tanë për Kuvendin Komunal, u bëhemi edhe ne pjesë entuziazmit përfitore që ka kapluar të gjitha komunat e Kosovës. Unë përshëndes të gjithë qytetarët e pranishëm në këtë sallë, por edhe të gjithë ata që sot nuk janë me ne, edhe pse me shpirt e mendje janë në mesin tonë. Gjatë gjithë këtyre muajve, në fshatra dhe viset të komunës tonë, kam takuar shumë qytetarë, të cilët janë friksuar, si gjithherë gjatë këtyre viteve, por si pasojë e kësaj frike, ata nuk kanë marrë pjesë dhe s'ka pas guxim që sot të jenë në mesin e këtij publike. Të nderuar kryetarë, të nderuar pranishëm, me mbitje të thellë, ju a thënë që unë nuk jam sot këtu thjesht një kandidat sa për të përmbushur obligimet e pjesëmarrjes në zgjedhje, por pjesëmarrja ime në këtë garë dhe gjithë kandidatët tonë për Kuvendin Komunal është me synim të dyfishimit të rezultatit tonë, duke kontribuar kështu fitore se përgjithësisht të Listë Demokratike të Kosovës. Si gjithandej në për Kosovë, edhe në Skenderaj, Lidhja Demokratike e Kosovës është riorganizuar. Ka ngjeshur rradhët e saj me të rinj dhe të reja. Është bërë më e fortë, është shndruar në shpresë për qytetarët e kësaj treve. Ne synojmë ta bëjmë Skenderaj një vend të lirë, një vend ku respektohet individi, një vend ku pikpamja politike nuk janë shkas për armiqësi mes njerëzve, një vend ku qytetarët trajtohen njësoj, një vend ku të gjithë kanë të drejtë të jetojnë ashtu si dinë të duan. Ne synojmë që ta bëjmë Skenderaj një vend me administratë lokale të papolitizuar, efikase dhe transparente. Në të vërtet duam që fëmijët tanë të kenë një arsimim cilësor, i bazuar në metodat bashkore të mësimdhënies, që politikanët përjashtuar në kuadrat që kanë qenë. Tu ofrojmë mundësi për të shprehur kreativitetin dhe punën e tyre në interes të përgjithshëm. Krijimi i mundësive për një zhvillim ekonomik, sidomos investimet në bujqësi, duke siguruar donacionet për kredi për farmerët. Do të mbështetet bizneset e në veçanti ato që gjenerojnë konsim. Do intensifikohet bashkëpunimi me të gjithë të interesuarit rreth zhvillimit të parkut të biznesit i lanë anash nga përfshirja aktuale. Lidhja Demokratike të Kosovës është perspektiva për rinim, për konsim, për zhvillim ekonomik, për ngritjen e mirëqenies, për respektimin e traditës, kulturës, historisë, për respektimin e të rive dhe të brezave të lirë Kosovës. Andaj votoni numrin 78, Lidhjen Demokratike të Kosovës. Tani fjalën e ka kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, akademik Isa Mustafa.
të kësaj komune. Besojmë në votën e tyre, edhe në arsyet që ata i kanë për të dhënë votën, edhe lidhës demokratike, edhe subjektëve tjera, sepse ne jemi në shtet që dëshirojmë të zhvillojmë demokracinë, ishte pluralist, me shumë interesa, me shumë orientime politike. Ne i mbrojmë orientimet tona politike që zënë fill në vitin 89, që filluar me presidentin Ibrahim Rugova, edhe cilat i zhvilluar me si orientime cilat respektojnë familjen, respektojnë njerin, respektojnë fenë, respektojnë demokracinë, si orientime që ne do të zhvillojmë një ekonomi trekut, do të dëshirojmë. Unë ju uroj shumë suksese, uroj që dalin gjithë qytetarët të votojnë, ju uroj që ata që të bindur në politika tona të votojnë lidhën demokratike këtu. Unë jam i bindur se Zoti Çen Berami është kandidat dinitoz, është njeri që gjatë është angazhuar për këtë program, për lidhën demokratike, është njeri i cili ka treguar stabilitet, është njeri i cili ka treguar përkushtim, dhe është njeri i cili ne ja kemi dhënë besimin tonë të plotë, jo vetëm formal, por besimin tonë.